doli pa pritmas një ditë, pa e ditur askush, një person që u quaj, e morën vesh pastaj quaj Erion Veliaj, me 4-5 të tjerë, me bluza, 4-5 vet me 20 kamera përpara, edhe me 20 ambasada nga mbrapa që i mbështesin. Edhe gjithë u bënte habiore si ka mundësi, se në Tirana asaj kohe kishte protestat vogla edhe të organizatave kështu jo politike, gjithandej. Ama duke që ishte një, po themi, eksperiment politik i mbështetur nga faktorë shumë të fuqishëm. Qysh në fillim Erion Veliaj ka refuzuar të kritikoj Edi Ramën në aso kohë kryetar bashkie. Sulmonte po Fatostanon, i binte na herë dhe Sali Berishës që ishte në opozit, po sa herë pyestin për Edi Ramën, thoshte Edi Rama është model suksesi. Tamam versioni i pseudo politikës së re, që nuk është gjë tjetër vetë se një brinj e re e një trupit vjetër dhe të kalbur dhe të korruptuar politik, siç ishte ai Edi Ramës. Aso kohë Erion Veliaj ka dalë me disa fytyra që më pas u bën deputet, ministra, kryetar kuvendi të Partisë Socialiste. Njëri më i korruptuar se tjetri e njëri nganjëherë më të veçel se tjetri. Mazniku, Spiro Pali, të tjerë që kanë qenë në ato organizata dhe kanë avancuar dhe kanë bërë karrierë në Partinë Socialiste edhe kanë qenë nga dëmsjellësit më të mëdhenj, edhe nga personazhet më të korruptuar dhe më të pacip. Aq sa për shumë kohë kanë komprometuar dhe idenë e politikës vërtet të re, e të rinjve në politik, sepse kushdo që guxonte, dhe ne për një farë kohë kemi pas i barr këtë që ne veproni me ndershmëri, ne veproni me seriozitet politikisht dhe dashakeqët ose skeptikët thoshin po prit se ne u dogjim mirë nga Erion Veliaj dhe nga shokët e tij. Kështu që shumë mirë që ky model i të bërit politik, të paktën në kokën e vet, në mishërimin e vet më të plot, ka marrë fund.